unë e shoh që këto janë po të njëjtat emra, të cilët kanë qarkulluar në vende të ndryshme. Në atë gjithë emrat që unë njoh, në Fier, për shembull, është caktuar shef komisariati, mos gaboj, Gerald Toska, i cili është marrë 2 herë i pandehur dhe është i pandehur aktualisht në provurinë e Gjirokastrës. Si mundet një pandehur të jetë drejtues në një qark? Së pari ai është i shantazhueshëm, sepse krimi organizuar apo bandat kriminale apo dhe qoftë i qytetar do marrin dosjen dhe do ta shantazhojnë. Ai është akuzuar për gjobdhënie, për shtrëngim dhënie pasurie, për kryer veprime arbitrare, për shpërndarje detyre. Pra ka një sër veprash. Dhe a mundet që ky të luftojë krimin organizuar dhe është i shantazhueshëm në thelb? Pra nuk shoh emra të rinj, shoh ato emra që qarkullojnë. A shoh drejtuesin e policisë shtetit objektiv? E shoh, sepse është era parë që unë e shikoj Shqipërinë me një hap drejt së mirës, me një hap ose vetëm gjë që është bërë ashtu siç është në Bashkimin Evropian. Nuk kemi parë një punonjës policie rrugore në rrugë nga nxjerrja urdhrit të tij. Kështu është çdo vend, nuk ke të dalë një punonjës policie në rrugë të ndalojë çdo qytetar. Dhe ky është një veprim i dur. Ka kryer veprime pozitive. Padyshim që një individ i vetëm nuk mund të bëjë çdo gjë. Do dojë dhe kohën e dur. Shpresojmë që edhe këto elementë që janë vendosur në krye të institucioneve të policisë shtetit të kalojë filtra të mëtejshëm, dhe unë nuk e diskutoj që do kemi një kontroll, sepse nëse ne do gjejmë drejtuesin e dur, normalisht do kemi edhe rezultatet e dura edhe në rrjet edhe në qarqe. Kështu që e shoh vendosjen e këtyre individëve, e shoh jo një arritje, po e shoh kontrolli që mund të jetë objektiv dhe në shërbim të qytetarit.